Shikues të mësë në përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion të ekonomisë. Ligji i koncesioneve i është nështruar disa ndryshimeve shumë të rëndësishme. Në vijim nuk do të kemi më koncesione me €1 apo propozimet të pakërkuara, që ke qenë edhe një prej pikave më të debatuara të këtyre lloj kontratave. Por çfarë do të prodhojë në praktik këto ndryshime, do t'i diskutojmë me dy ekspertë të fushave të ndryshme. E para është juriste dhe aktiviste zonja Mirela Jorgo. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për fund. Dhe është bashkuar miku i studios Pano Soko, ekspert ekonomie. Faleminderit që jeni këtu. Pajur të ndryshimet, më duhet të vërejshë në fillim të programit se duket më shumë si një direktive Bashkimit Evropian se sa një nismë me qeverisë për të rregulluar një formë shumë problematike të dhënies në përdorim të shërbimeve, aseteve apo pasurive shtetërore. Ndani dhe ju të njëjtin konstatim me mua? Jo. Sepse mendoj që direktivat e Bashkimit Evropian nuk të thotë që ti si shtet jepi me koncesion me PPP gjithë pasuritë publike dhe ato që quhen strategjike sigurie të vendit dhe jepi ti në emër të direktivave të BE-s. Kjo është një shtrëmbërim edhe është një shfrytëzim në emër të atyre që quhen direktivave të BE-s, vetëm e vetëm për të përfituar ato shoqëri ose ato subjekte të cilat kanë tërmend për t'i llaboruar këto pasuri të vendit tonë. Fakti që doli koncesion e PPP-t, duhet bëjmë një dallim, koncesionet e PPP-t. Koncesionet janë një rast i veçantë i PPP-ve. Do më thënë, si punë e PPP-ve, po është rast i veçantë sepse te koncesionet paguan në privati, tek PPP të shteti, po që shteti është mbikëqyrës i të dyve. Problemi është se punë e koncesioneve dhe këtyre PPP-ve nuk po ka të ndalur dhe nuk po arrin dot që të vendoset kufiri për të thënë që cilat pasuri nga të vendit nuk duhet dhënë më me koncesion, që janë pasuri strategjike, janë ato që cënojnë sovranitetin, janë ato që cënojnë sigurinë kombëtare. Dhe ne po shikojmë gjatë gjithë këtyre viteve, 10 vite, 3 mandate, 4 mandate, zoti kryeministër, qeveria e tij kanë dhënë koncesione pafund dhe unë akoma dyshoj nëse ne vazhdojmë të ekzistojmë shtet, apo jemi thjesht një njësi ekonomike ku Shqipërinë e ka marrë privati. Totalisht. Nuk ka asnjë lloj më pasurisht që të ekzistojnë dhe të jenë më të shqiptarëve. Kur kohët e fundit, sa ka një javë 10 ditë, u diskutua në Komision e Ligjeve për të dhënë me koncesion edhe buxhet. Tashi, buxhet janë siguria e vendit. Në momentin që diskutohet Komisioni e Ligjeve për të kaluar koncesion buxhet, ky skandali më i madh që mund t'i ndodhi një vendit dhe unë nuk e di akoma si s'ka një reagim të fuqishëm sepse rrezikshmëria dhe risku që do të ndodh me dhënien e koncesionit të buxheve do të jetë tepër i madh sepse do jenë rast pas rasteve rreziqe për sigurinë kombëtare. Ka një institucion që ndalon këtë që ju sapo thatë, zonja Jorgo, pra duhet këtë një institucion që thotë jo. Kjo pjesë buxhet sapo thatë nuk do të jepen me koncesion. Mendoj se duhet jenë e para duhet jetë reagimi i opozitës, që opozita është e papërfillshme me votat që ka, sepse ata kanë shumicë të cilësuar, kanë 84 vota, 84 mandate, ata mund të bëjnë çfarë duan. Problemi tjetër është reagimi qytetar. Unë e di shumë mirë që qytetarët janë në një situatë ekonomike, familjet shqiptare që nuk e kanë më mendje se çfarë po jepet më me koncesion sepse është bërë si diçka e zakonshme, si diçka e ligjëruar që në hajtë se po japi me koncesione. Por, kur u morë vesh për 10 ditë që do jepen dhe buxhet, është alarm i madh për sigurinë e vendit. Do me thënë, në këto momente duhet të shohim se çfarë po ndodh me Shqipërinë. Jo kuptoj. Pano, ke një koment në lidhje me këtë dhe bashkangjitur. Duket se në vijim nuk do të kemi më propozime të pakërkuara. Të paktën shpëtuam, mund të themi nga një problem i madh, është një prej pikave më të debatuara, të shigjetuara të koncesioneve. Shiko, propozimet të pakërkuara ka qenë një ndër problemet, po jo më i madhi, se problemet e koncesioneve fillojnë që në strukturë. Shiko, kush e ndan çfarë jepet me koncesionet, çfarë s'jepet? Partneriteti publik-privat konsiston në një marrëdhënie mes një enti shtetëror dhe një enti privat, në këtë rast, ku le të themi detyrimet respektive janë qartësisht të ndara me njëra tjetra. Bara e riskut në të gjitha partneritetet publike-private i kalon privatit. Do ta shpjegojmë vonë çfarë është kjo dhe pse shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe natyrisht që në çdo iniciativë të partneritetit publik-privat, çdo privat e ka të qartë që barën e riskut e ka ai.
Nëse shteti do të mbaj banë e riskut, nuk bën koncesion fare. E bën vetë. E bën me lekë. Por çfarë i duhet privati atëherë? Tani, kjo gjë e parë, pra kush përcakton se çfarë jepet me koncesion, nis nga pikëvështrimi i çfarë është koncesioni. Një marrëdhënie koncesionare është ku kontributet respektive të palëve janë të tilla që përgjegjësinë e kanë të dy në momentin e humbjes, por humbje financiare e përballon privatin, ndërsa shteti përballon humbjen e koncesionimit, pra të dhënies së leje si ka bërë, dhe përfitimin pastaj ndajnë në bazë të një raporti sipas asaj që peshon humbja. E kuptoj. Mund të shkojë deri në 50-50. Çfarë duhet të them? 50 shteti, 50 privati në fitim. Mund të shkojë. Shteti ka ujin e lumit, i takon shtetit uji i lumit. Privati ka parat. Do bëjmë një hidrocentral? Po. Jepet hidrocentrali me koncesion, privati paguan parat. Korrendi që del nga hidrocentrali dhe fitimi që del nga korrendi që do shesim nga hidrocentrali do ta ndajmë nga basi raporti 30-70. Kaq mund të jetë raporti optimal. Më kupton? Por nëse uji nuk sjell më lumi nuk sjell më ujë, lekët i kanë privati. Vazhdo dhash net gjithë mirat. Humbja i takon privatit. Kjo është risku e ka privati. Në asnjë lloj forme tjetër, përveç se blerjeve direkte, shteti nuk ka pse të mbajë risk. Vetëm risk mban vetëm kur blen direkt. Pra, çfarë duhet të them? Dua të ndërtoj apo dua ta ndërtoj unë të hidrocentralin. Shteti vet, me lekët e veta. Investon, nuk solli më ujë lumi, është humbja e shtetit. Vetëm në këtë rast, kur e bën vet. Nëse bëjmë partneritet, e bëjmë për të ndarë riskun. Pra për të deleguar riskun. Dhe mitiguar gjithë problematikën që sjell risku. E kuptoj. Më kupton? Kjo nuk përcaktohet. Kjo duhet përcaktohet. Gjëja e parë që duhet bëj ligji është pikërisht të përcaktoj këtë gjë. Ky ndryshim nuk u bë. Jo. Ky që po thua. Është vetëm me remetim. Do të thënë pjesë e vlerës monetare ata thonë do ta japin në formë udhëzimi. Do të thënë nuk e përcakton që në fillim se sa do jetë vlera monetare, është shumë e rëndësishme. Pjesa e analizës së riskut edhe mënyra se si do operojë, nuk e japin që në fillim, po thotë me një udhëzim të veçantë. Do të thënë ku ishim Higjikuni, ku jemi Higjikuni? Do të thënë thjesht një zbukurimi i asaj se bëjmë me ofertë të pakërkuar, por pjesa kur vjen puna për të qenë transparente vlera monetare, ata thonë në një udhëzim tjetër. Pjetra, që të vazhdoj tek logjika. Problemi tjetër që ka koncesionimi është shërbimet shtetërore për të cilat ne paguajmë qeverinë dhe zgjedhim qeverinë. A duhen dhënë me koncesion apo jo? Ne zgjedhim një qeveri për çfarë? Për të menaxhuar burgjet. Për shumë arsye. Për të menaxhuar policinë, për të paguar, nuk e di, drejtësinë, për të paguar gjykatët, për të paguar gjykatësit, pra për të menaxhuar buxhetin. Nëse ti një jep me koncesion, këtë jep me koncesion, shëndetësinë jep me koncesion. Për çfarë i duhesh qytetarëve? Për çfarë je ti? Pikërisht. Pra na thuaj kush janë kompanitë që ne në votime të zgjedhim kush është kompania që do na marrë me koncesion, shtetit. Dhe kjo është pika e dytë që duhet përcaktuar në ligj, po që ky ligj përsëri dhe këtë radhë nuk e përcaktoi. Pika e tretë është kohë zgjatja. Dgjoj. Një qeveri e caktuar është jetë gjatë për 4 vjet. Dhe një parlament është jetë gjatë për 4 vjet. Atëherë, me çfarë tagri qeveria e zgjedhur në vitin 2012, 2013, kur u zgjodh, përcakton flukset financiare të një qeverie që do të zgjidhet në Shqipëri në 2040. Se ne kemi koncesione 35 vjeçare këtu. Të dhëna sot. E kuptoj. Të cilat në thelb çfarë kanë bërë? Kanë kondicionuar zgjedhjet financiare që do të bëjë qeveria në 2040, kjo qeveria 2015. Praktikat jashtë Shqipërisë si janë? Çfarë ndodh në këtë rast? Përgjegjësitë për koncesionimin e aseteve publike, çdo qeveri duhet të ketë për jetë gjatësinë e kohës së vet. Pra mandatin 4 vjeç me kontratë të caktuar, jo të pacaktuar. Me kohë, domethënë me kohë brenda mandatit. Pra, nëse një koncesion zgjat nga 1 deri në 4 vjet, ka të drejtë qeveria ta miratojë me vendim Këshillit të Ministrave. Nëse një koncesion zgjat nga 4 deri në 10 vjet, ka të drejtë parlamenti me shumicë të cilësuar të votave ta miratojë. Dhe është nëse është mbi 10 vjet, do të pyesësh popullin. Referendum. Pse? Sepse s'do të jetë as kjo opozit,
as kjo pozit, as kjo mazhorancë pas 10 vjetësh. Ekziston rreziku i privatizimit pasaj këtyre aseteve. Pas një periudhe të gjatë e kohe, 35 vjeçare, janë lëshuar të gjitha aeroportet tona që janë pika strategjike. I referojnë ligjit të parashikrimit fitues, nëse e përdor për 20 vjetë? Pse jo, e bën privati dhe atë punë, e kërkon më vonë. Më ti nuk je në gjendje ta prish këtë kontratë koncesionare, sepse ai e fiton kontratën në Strasburg ose ku janë dhe pjesa. Më thënë, ai ka lëshuar të gjithë me afate të, me një kozjate të jashtëzakonshëm, duke i dhënë hapësirë privati nesër pastaj ta kërkojë ta ketë të vetin. Ky është risku i madh që po ndodh. Dhe gjërat që nuk lëshohen me koncesion thash janë pasuri strategjike, janë ato që cënojnë sigurinë, janë ato që cënojnë sovranitetin. Nëse ti ke lëshuar të gjitha, ne i lëshuam të gjitha, trashëgiminë kulturore me koncesion, aeroportet me koncesion, spitalet me koncesion. Unë nuk e kuptoj përse ekziston si shtet, kur ti nuk je në gjendje të administrosh asetet e tua, pasuritë e tua të këtij vendi. Dua të ndalim në një pyetje tek një pikë që e përmendët ju, zonja Jorgo. Ligji i ri detyron institucionet të bëjnë publike çmimet e ofertës, duke qenë se folën për vlerat monetare, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, pra të gjitha dokumentet publike. Deri më tani këto janë konsideruar si konfidenciale nga operatorët privat. Ka patur mungesë transparencë, ka patur transparencë në gjithë këtë. Do të bëhet transparencë tani me këtë ndryshim të ligjit, mendoni që do të ketë? Se besoj, nuk e di, por është thjesht një makjazh që i bëhet këtij ligji, është po ajo që ka qenë, thjesht një lloj makjazhi, sepse në momentin që ti bën këtë lloj analize, duhet përcaktosh edhe arsyet pse ti nuk e menaxhon dot. Pse ti kërkon ta japësh me koncesion? Kush janë arsyet? Duhet i parashtrosh në analizë. Kush është arsye që ti nuk e menaxhon dot këtë lloj aseti me koncesion? Mbarim për buxhet, se është alarmante, njerëzit duhet ta dinë, opinioni publik duhet ta di, që buxhet po jepen me koncesion. Ky vend riskon në një luftë civile të brendshme, sepse gjithë grupet kriminale, privati ka një gjë, në momentin që ti merr buxhet me koncesion, ka interes të ketë sa më shumë të dënuar. Dhe kjo kushtëzon vendimet penale, që do të thotë, gjyqtarët do korruptohen, do jenë më të korruptueshëm se ç'mund të kenë qenë, sepse do kërkojnë burgu do jetë kështu, diçka e normale, sepse duhet të mbushen buxhet për hir të privatit. Privati do kërkoj, sepse do risi në thojza kostot e ushqimit, do risi kostot e mirëmbajtjes, do risi kostot të gjitha këto ai do t'i justifikoj. Mirë, po çfarë ndodh tjetër? E para nuk ke transparencë ose nuk ke ku ankosh për vendimet penale. Nuk ka grup komisioni që të arrijë të kontrollojë si zbatojnë këto vendime penale brenda në buxhet. Çfarë kushtesh kanë buxhet? Çfarë trajtimi u bëhet, se aty mund të ketë shkelje drejtave të njeriut. Koncesionet të buxheve janë dhënë vetëm në disa vende të Amerikës Latine, në Brazil dhe diku në Britani, që më vonë u anullua, sepse aty pa një shfrytëzim dhe një shkelje drejtave të miturve. Ka patur një burg për të miturit, që ka qenë me koncesion, dhe aty janë parë krime makabër, brenda me të mitur të dënuar. Kështu që rreziku aty mund të ketë shpërthime të revoltave të burgosurve, mund të kenë dalje, grupe, askush nuk i kontrollon, e ka vetë koncesionar, vetë privati që e kontrollon buxhet. Dhe drejtorin e buxheve e vendos koncesionari, që do të thotë, aty ata mund të venë, mund të bëjnë diën ditën dhe natën ata mund të bëjnë krime dhe ti si kontrollon dot. Funksionon kontrolli i lartë i shtetit që të ketë një relacion të posaçëm për të gjitha këto si arritur këto gjithë këto pasuri të mëdha janë dhënë me koncesion dhe me PPP. Ktu është për kamban alarmi, jo më kot deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, që unë shikoj të paktën i vetmi deputet që po ngre zërin si me të drejtë, po më duket që po bën një lloj opozita atë që duhet ta bëj fort opozita që është aktuale, po e bën Erion Braçe. Ai po thotë që është kamban alarmi, nuk mund të lëshojmë buxhet që janë siguria e vendit, të lëshojmë me koncesion. Unë nuk e di se çfarë po parashikohet akoma ose çfarë ka në mendje këta politikanë. Është finalizuar ky koncesion? Jo, akoma është duke u diskutuar Është duke u diskutuar, po. Një tjetër risi që i shtohet këtij ligji është edhe njësia e zbatimit të kontratës, e cila do të ngrihet në autoritetet kontraktuese dhe do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e kontratës dhe monitorimin e performancës së kontratës. Ndoshta një mënyrë për të shmangur edhe zvarritjet. Është e rëndësishme një njësi e tillë apo është thjesht një shtojcë që ngritja e ligjit, sepse ne kemi praktika të njësisë menaxhimit kontratës se janë disa kontrata ekzistuese koncesionare. Ngritja në ligj dhe le të themi formalizimi në shkallë më sipërore të kësaj njësie
natyrisht që ndihmon praktikisht në një monitorim më të mirë, por më tepër ndan dhe përgjegjësinë. Sepse ne kemi pasur shumë projekte, të cilat kanë pasur probleme pikërisht për shkak të mos funksionimit të njësisë së zbatimit të kontratës. Për shembull, siç është rasti i inceneratorit të Tiranës. Në rastin e inceneratorit të Tiranës, ne kemi mos funksionimin të njësisë së zbatimit të kontratës për një kohë të gjatë, dhe kjo ka sjellë një ngërçë, një konflikt mes Ministrisë Autoritetit Kontraktor Bashkisë Tiranë për çështjen e përgjegjësisë pagesës së kontraktorit. Dhe natyrisht që përcaktimi ligjor i kësaj gjës, natyrisht jep dhe valencë ligjore mos zbatimit të saj, është një ndër merremetimet që i bëhet ligjit, por nuk është se ka ndonjë sens thelbësore. Shiko, problemi i koncesioneve në vetvete është politika në vetvete. E kuptoj. Është politika e koncesioneve në vetvete, sepse ligji i koncesioneve është, pra koncesionimi është kaq bërnut sot, sa që çdo gjë që të bësh ti, po thua, të paktën këtë. Më thënë, dështimi që ka qeveria, ose qeveria për kaq vite, kaq mandate sa ka patur, që nga 2013, justifikon që se menaxhojmë dot, ase po japim privatin. Po privatin duhet ta kontrolloj. E kush do ta kontrolloj privatin? Qeveria. Dakord, jo, po them, ligji me cilin rregullohet marrëdhënia është kaq i keq. Domethënë, le të themi, situata është kaq e keqe, sa që çdo merremetim që bëjnë ta, për shembull, kjo një ZP-ja, u ngrit një ZP-ja tani në nivel ligji. Okej, ne themi po do rritet transparenta etj. Pse? Sepse kemi vojtë për transparencë. Pse? Kam bërë namin. Kam bërë namin. Prandaj kemi nevojë për këtë gjë. Heqim kontratat e pakërkuara. Është budalliku më i madh që mund bësh. Ta them unë se. Nuk është oferta e pakërkuar në vetvete problemi. Oferta e pakërkuar është një risi moderne. Po kur ndodh oferta e pakërkuar? Unë jam një shkencëtar, gjeni informatike dhe bëj një software, ushtarak. Okej. Kupton? Të cilin e kam shpik vetë dhe kam vetëm unë patentën. Dhe unë i them shtetit shqiptar. Unë kam të softin ushtarak, i cili hyn ty në punë patjetër. A je interesuar ti? Nuk ke ku e gjen, nuk bëndo tender për këtë. A më lejon mua që të furnizoj me këtë shërbim për kujt unë 5-10 vitet e ardhshme? Por këtë do ta bëj vetëm unë. Vetëm unë e kam të softin. Dhe prandaj nuk bëndo tender ti. Oferta e pakërkuar vetëm në raste shpikjesh, në raste patentash unilaterale, të njëanshme, që i ka vetëm një person. Dhe natyrisht janë shumë të domosdoshme, sepse në botën që po shkojmë, pjesa më e ëmbël e zhvillimit, e progresit, vjen pikërisht nga ofertat e pakërkuara. Por se ne kemi abuzuar, që kemi miratuar rrugë me ofertë pakërkuar. Pra, nga 5.000 kompani ndërtimi që kemi ne, ngrihet njëra në mëngjes, thot i dashur shtet, unë mendoj se ty këtu të duhet një rrugë. Edhe shteti thot po, okay, bëhe me që ma the ti, bëhe ti. Nuk bën garë, ndërkohë që ti ke 5.000 kompani aty që mund ta bëjnë pa të rrugën aty. Më kupton? E kemi përdorur për budalliqe të tilla. Dhe çfarë bën tani? Shesim si le të them si progres, fakti që po heqim ofertë e pakërkuara. Bravo budalla. Pra u kthyem prapë në 1960. Bota nuk i keq përdor ofertën e pakërkuar. E merr atëre kur i duhet, kur ka një zhvillim teknologjik, një zhvillim shkencor që mund ta marrësh vetëm njëri ka patentën. Këtë logjikën. Dhe ti je duke kërkuar për këto gjëra, për progresin, për zhvillimin, po jo ti japësh rrugë ti me ofertë pakërkuar. Dhe pastaj thua me që dështoj kjo pjesë e ofertës pakërkuar, po e që fare. E kuptoj, gjithsesi në këto ndryshime nuk munguan as momentet, po them, të paqarta. Për koncesionet, gara do të jetë vetëm me procedurë të hapur, ndërsa kur lidhen kontratat e partneritetit publik-privat, do të ketë dhe procedurat kufizuara, procedurë konkurruese me negocim dhe procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit. Pyetja që lindesh, përse ne nuk e bëjmë çdo gjë me garë? Të shpallim një garë, dhe të fitojmë kjo është, edhe mjafti. për PPP duhet të jetë transparenti, duhet të jetë e hapur, s'ka pse të jetë e kufizuar, s'ka pse të jetë, të mos jetë transparenti, të mos jetë publike, po të jetë, thot, të jetë, më që këtu a i shikon që... Lëvën për dyshim. Po pa tjetër, a i lëvën për dyshim. Më thënë, ata kanë bërë një makjazh këti ligji, edhe i kanë futur këto yçklat e tjera këti ligji për të thënë për të justifikuar që po bëjmë diçka atëre. Ky ligji koncesioneve është miratuar, është ligji 125 i 2013-s, më thënë këta kur erdhën në fuqi, gjën e parë që kanë patur piksynim, kanë qenë koncesionet për t'i marrë e për të ndarë llogmat e pasurive publike me spat, pam, kujt do t'i japësh kësaj kompanie,
privatit kjo, dhe si merr vesh se janë private, sepse pastaj shikon ato ndryshime që kanë bërë me shitje aksionesh administratorësh me offshore, kompani Guazk që ku i ke. Pra që është e vështirë dhe ligjërisht për t'i kapur, po thoni ju. Asi kap do të fare, sepse ata dalin, si ishte për punën e pjesës incineratorëve. I gjetëm dot ne kur u ndryshuan ato që kaluan administratorë për inceneratorin e Tiranës, Elbasanit, Fierit, as i gjetë dot. As mbajnë më përgjegjësi ata atje. U kapën disa, janë lakuar disa të tjerë, por pjesën e thellë për të shkuar te qendra kombëtare e biznesit për të parë historik në këtyre kompanive, shikosh që ti nuk i kap dot sepse kanë bërë shitje pas shitjesh aksionesh dhe burimi qendra pas janë kompani Guazk që i ke kompani offshore. Kjo është e keqja se ti nuk e din kush po i merr këto pasuri publike që po jepen me koncesion. Ky është risku i madh. Ndërkohë, një tjetër moment i cili duket se ka ngritur paqartësi është edhe zgjerimi i listës të institucioneve publike që mund të japin koncesione. Tashmë të drejtën për të lidhur kontrata nuk do e kenë vetëm Ministritë e Linjës dhe Pushteti Vendor, por dhe institucionet kushtetuese, institucionet qendrore si dhe entet e krijuara dhe të financuara nga buxheti i shtetit. Lajmi mirë, lajmi keq? Budallik me brirë. Pse? Budallik me brirë. Koncesionimi në vetvete është shmangje nga përgjegjësia jote kushtetuese për të kryer detyrimin tënd në aspektin financiar të menaxhimit të shtetit. Ti të ngarkon kushtetuta me menaxhimin e buxhetit e tjerë. Koncesionimi në vetvete bëhet për projekte investimi, por nuk mund të bëhet për funksionim, projekte funksionuese. Le të themi projekte të punës përditshme. Do me thënë, shkollat me koncesion, qerdhet me koncesion, autostradat me koncesion, aeroportet me koncesion, spitalet me koncesion, japin dhe familjet me koncesion, japin dhe bashortët me koncesion, edhe hajde ikum koncesion, Shqipëria koncesionare, mos thot më Shqipëria shtet, jo, Shqipëria njëjësi ekonomike koncesionare, hajde njërë ku jeni kus jeni, se u bë detikos këtu edhe jepi gjitha ku janë e kus janë me koncesion, japin dhe qeverin me koncesion, do ishte mirë. Marim në i qeveri tjetër, importojmë tjetër. Ideja është, shiko, ne duam të shkojmë drejt, le themi, liberalizimin total të administrimit të paras publika dhe mos të mblidhin taksa. Mos të mblidhin taksa, ullë taksat, qeveria, dhe na thot në një pjesë të mirë të këtyre shërbimeve që ju ofroj, unë do t'ja ofroj privatit, i cili do marri pagesën në momentin që ti do... Si ti paguan taksa këti, i paguan dhe privatit. Mori autostradën, po, paguan 2 herë, ndërkohë që ka marrë autostradën, marri autostradën e Durrësit, që po e rregullojnë atë autostradën e Durrësit, edhe do jetë trau atje kur të kalosh, do jetë 3 euro, 4 euro, të shiu, ndërkohë që paguaj taksa këti si biznes, apo si rrok shteti, ku mbajnë ato tatimi për të ardhura, që dhe skandal, se dhe tatimi të ardhura nuk është për rogën neto, por është për rogën bruto. Ajo është akoma skandal me i madh, që thot ai tatimi mbi të ardhura. Ndërkohë mua, sa herë që kaloj unë në Durrës e të kanë, do paguaj trajnë, do me dhe i paguaj dhe privati, i paguaj dhe buxhetit të shtetit. Tash kjo është, ka më vjedhje se kaq, më të hapur, më publike, unë se kuptoj njerëzit, sepse njerëzit janë kaq të varfëruar ekonomikisht, se ka më mendje më që nuk u bëjnë më lajm këto lloj gjërash nuk u bën më lajm. Pano, e përfundove mendimin përpara se të shkojnë në reklamë. Po pra, ideja është që nëse ti vendos të japësh shërbime shtetërore me koncesion, ta zgjerosh gamën, atë ti je duke dhënë shërbime shtetërore me koncesion. Zakonisht koncesionimi është vetëm, le të themi, si tip vegle ose mjeti që përdor maksimumi ministrit që kanë investime. Pra, o Ministri e Infrastrukturës, që mund t'japi, mund të koncesionoj, le të themi, mund të koncesionojt, objekte publike, rrugë, ndërtime, po, e kuptoj. Edhe nafta mund të koncesionojt, edhe nafta koncesionojt, pasuritë natyrore, minierat, këto koncesionojnë. Shërbime shtetërore jepen me tender. Pra, shteti, kur ka nevojë për shërbime, blen me tender. Po qa po bëjnë ta? Dhe qa kanë bërë që në fillim? Dhe ka nisë qeveria e parë, se ka nisë kjo qeveri. Ka nisë Berisha. Berisha e nisë i pari. Dhe këta e morën e perfeksionuan. Këta tenderat e 10 viteve, që do t'japi qeveria që do jetë në ato 10 vite, pra se çdo qeveri jep buxhetin që menaxhon vetë. Këta, jo vetëm të tyre, po marrin edhe nga qeveritë e tjera. Buxhet, po i mbjeshin tenderat dhe po i quajnë PPP. Se në fakt, po ti marrësh të gjitha këto që jepen me PPP, sterilizimi, kjo tjetra, ajo tjetra, të gjitha janë tendera. Tendera po nga që këta duan që të hanë edhe kur të ikin nga qeveria, të vazhdojnë të vinë lekët, marrin tenderat e qeverisë tjetër, që do të vi pas tyre, dhe japi këta sot.
e asaj që qeverisi do vinë 2030. E kanë dhënë këta. Për shumë, për sterilizimin, apo për, nuk e di, për punimin e mbetjeve, incineratori. Është dhënë tenderi që sot. Sa lek do marri koncesionari, nuk e di sa do pagoj qeveria. Që ka ndërmend të vi me çfarë premtime çdo vi, se si do të janë. Se këta ka bllokuar gjitha, ja kanë dhënë lekët asaj. Kontrata koncesionari 35 vjeçare. Ja kanë dhënë lekët. Ata i kanë marrë. Pra këta i kanë dhënë shërbimin, më kupton, ndërkohë që kush është koncepti? Koncepti është të zgjedh qeverinë për të menaxhuar parat, ndër të tjerë, kryesorja, le të them, ndër kryesorët. Është menaxhuar parat, që unë mbaj këtë qeveri gjithë jetën. Pse ndrojnë qeveritë? Sepse nuk më pëlqen mënyra si menaxhon parat ti, do t'i japi këtë tjetrit. Po kur ti ja ke dhënë, ky i pari ja ka dhënë të gjitha parat ti të dytit që në fillim, çfarë mbetet për të menaxhuar ti? Ku mbetet buxheti për të menaxhuar ti? Dhe pastaj pse viden votat, po? Po viden, jo nuk viden votat, jo. Ai ka interes të japi kësaj qeverie të mbarojmë kontratën me këtë, do rit merret me qeverinë e re që. Sepse e ka gjysmën e punës gati. E ka punën e ska. E kanë zgjidhur problemin ata gjithë, i kanë marrë parasysh të gjitha. Kjo është populizëm, më votën, më bën, është populizëm, duhet vendosur psikologjika në punë për kuptuar që pse votojnë sepse kanë kontrata, kanë lidhur punë, do t'i bëjnë me këtë dhe pikë. E kuptoj. Mirë, do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe vim përsëri në diskutim. Jemi duke diskutuar në lidhje me koncesionet, disa ndryshime që janë bërë ligjit për koncesionet, janë plot 132 milion euro që paguhen nga buxheti për këto koncesione. Është peshe madhe për buxhetin aktual, Pano, kjo shifër? Peshe madhe, sepse 132 milion euro janë, si kur çdo vit, ja urisësh 3% pensionet pensionistë. Sa përqind të lutem? 3% fondin e pensionet. Ose një rok shtes, një rok mësusve, që po hidhen të ashtë, po kërkojnë rok në shtes mësusve shkret. 3% fondi pensioneve, pra në qoftë se ti alokon 100 milion euro sa kemi dhënë si vjetë, se kemi fondi i parashikuar, jo gjithmonë e zaurohet deri në fund, por që rreth 100 milion euro është një lloj sikur ti arrisësh me gati 3.5% fondin atë pensionin pensionistëve. Nëse ne do të heqnim koncesionet dhe do të thoshim çfarë do bëjmë me këto lek, çojmë pensionistëve. Ndihmon konsumin. Se konsumin do ndihmosh. Po ja çojmë pensionistëve. Janë para më shumë që qarkullojnë në ekonomi këto? Shpërndarja është se kush është problemi? Problemi që kemi ne është që parat që shkojnë për koncesione, të cilat natyrisht kanalizohen në disa rrugë që ne kemi përmendë etj etj, nuk është thjesht se vidhen halli. Halli është se na dalin nga ekonomia. Ndërsa kur ti i mban për shembull te pensionista apo te pagat apo te i mban ekonomi brenda, dhe i ke shpërndar. Problemi që kemi ne nuk është se s'kemi para. Problemi është se parat që kemi ne i ka vetëm një pjesë shumë e vogël e njerëzve. Pjesa tjetër s'kan. Të gjithë së bashku kemi shumë. Po këtë shumën e kanë ca njerëz. Vetëm disa njerëz. Ndërsa pensionet çfarë janë? Janë një mekanizëm rregullator ndër të tjera. Është mekanizëm rregullator për ekonominë, shpërndan. Marrin 700.000 veta sa janë ata. 700.000 veta janë gjithë popullsia sepse praktikisht herë 4 bëjnë 2.800.000 e nuk kemi 2.800.000. Pra le të themi 700.000 familje janë pothuajse gjithë Shqipëria. E ke shpërndan në mënyrë perfekte. Prandaj para të tilla nëse s'ka shteti çfarë ti bëj, shpërndaj konsum. Shpërndaj konsum. Nëse s'ke çfarë të bësh, se mund të them, bënim 2 rrugë, mund bënim, nuk e di, 10 shkolla, mund bënim pra, ka vende ku ti çosh 100 milionë euro çdo vit. Kosto. Bëjnë po ata i fryn kostot shumë edhe ti ka ku ti çosh 100 milionë euro, nuk është se s'kemi ku ti çojmë. E kupton? Një spital për shembull, Spitali Amerikan Treshi, 35 milionë euro bëri. Privati. Po bënim 3 spitale në vit si ai. Aq të mirë. Jo shumë, jo më të mirë se ai. Ai, si ai. A bëjmë dot 3 në vit si ai? Me këto lek. E kuptoj. Pra, por ideja është që në fund fare që qeveria s'ka se ku ti çoj, që i çon për koncesione, më mirë jep pensionistëve e ndihmon edhe ekonominë. Po nuk është problem. Problemi është që ata e kanë taksur dhe kanë vendosur një tavan aq të lartë. Se unë e kam vënë, le të themi, e kam vënë në duke që në momentin që u miratua. A e thotë në 5% të ardhurave buxhetore, thotë. Të ardhurat buxhetore janë 7 miliardë euro. 5% janë 350 milionë euro. Pra i ka lënë vetes hapësirë shteti që të shkojë deri në 350 milionë euro pagesa për koncesionet. Më kupton? Pse? Kush është benefiti që merr ti? Nëse ti shikon impaktin ekonomik që ka koncesioni është zero. Në një matje që janë bërë edhe në 2021 edhe në 2023, matje permanente që bëhen për impaktin ekonomik që kanë koncesionet. Pra çfarë impakti më sjell ti mua në ekonomi? Ky koncesioni, çfarë impakti solli në ekonomi? Është zero po të them. Ja shpenzuar para dhe nuk kanë sjellë mbrapsht asnjë gjë.
Se natyrisht janë marrë projekte me kosto të mëdha, që ka vlerën e kanë të vogël. Ky është problemi që. E kuptoj. Pra kur ti blen një pa lisë puzësh, i blen 10.000 lekë, nuk kushtojnë lisë 10.000 lekë. Ti ke shpenzuar 10.000 lekë, pa ato të shkreta 200 lekë bëjnë. Dhe të mirën tënde, do të aprodojnë për 200 lekë që janë. Më kupton, një rrugë që kushton 1 milion euro, ti mund të paguash 100, po benefitin e ekonomi për 1 milion euro do e sjellje. 10 kamiona do kalojnë tek ajo rruga aty. Më kupton? Kaq është benefiti që i sjell ekonomisë. Ti paguaj edhe 100, s'ka problem. Ato 99 të tjera të humbën, ikën nga ekonomia. Prandaj ky është problemi kryesor që kanë parat që shkojnë te koncesionet. Nuk shpërndahen sepse vide në tjerë kanalizojnë në disa xhepa dhe impaktin e kanë zero në ekonomi. Majoranca aktuale, zonja Jorgo, erdhi në pushtet në vitin 2013 me premtimin se do të zhbënte koncesionet korruptive të qeverisë së mëparshme. Çfarë mund të themi sot për raportin e majorancës së majtë me koncesionet? Jo vetëm që nuk i zhbëri, po u tregua më fanatike se ç'mund të ishte qeveria e kaluar në lidhje me koncesionet. I dashuron koncesionet. Më thonë, mund të them qeveri koncesionare, një qeveri që do vetëm koncesione. I ka dhënë të gjitha koncesione, gjithë pasuritë e vendit i ka dhënë me koncesion. Më thënë, ja ka dhënë privatit. Dhe kjo është keqardhje. Nuk është problemi se po kërkon të japi koncesionet për zhvillimin e vendit. Unë nuk e shikoj këtë pjesë. Unë po shikoj pa aftësinë e saj, për të justifikuar pa aftësinë e saj në administrimin e ekonomisë së vendit, ka dhënë koncesione pa fund dhe ne thash, ka ente mungesë transparencë se kush janë ata që kanë marrë këtë lloj koncesionesh. Figurojnë me emra që ne nuk e dim se mbrapa këtyre kush qëndron. Kjo është e keqja. Dhe janë pjesët më të rëndësishme të vendit që edhe me koncesion. Përveç burgjeve, që ju e përmendet që nëse jepen me koncesion është problemi madh sepse cënohet ose vihet në pikpyetje siguria kombëtare. Një tjetër koncesion si shumë problematik. Këtë do të specifikonit. Aeroporti i Rinasit. Çfarë bëhet me aeroportin e Rinas? Kush e kontrollon aeroportin? Koncesionari. Ne nuk e dim hyrje dalit në aeroport të personave me precedent penal nga botë e krimit. Kush i kontrollon? Ata i kanë. Pastaj unë thash, do futet moneda digjitale dhe ti po shkon dhe po kalon me, më thënë, është një zhvillim nga pjesë e teknologjisë kur ti shkon në aeroport dhe shikon kur ti bën check-inin e fytyrës, e bën përballë kush kalon në aeroport dhe shikon se si kalon pasaporta që është me lehtësi, nuk them se s'është me lehtësi. Por sigurinë edhe saktësinë e kalimit të tyre kush i kontrollon? Kush i ka? I ka koncesionari. Është një mundësi për të vjedhur, po themi, të dhënat në momentin e skanimit? Të gjitha ekziston mundësia, risku i të gjithave. Sidomos futja e monedës digjitale që në datën 3 dhjetor u mblodh Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe shpalli krijimin e bankës digjitale, që nga ky momenti njerëzit duhet mendojnë në çfarë epoke të rrezikshme po futemi. Dhe nuk po e kuptojnë, nuk po arrin, nuk ka njeri të ndriçojë mendjen, ndonjë pjesë dërmuese e popullsisë nuk e ka në atë nivel të kuptojnë se në çfarë stadi të epokës historisë po hyn ne. Sepse e keqja, shiko, dikush e shikon si zhvillim, dikush që, domethënë, duhet dyshuar gjithnjë dhe duhet parë çfarë risku sjellin këto. Sepse duhet shikuar a është gati popullsia jonë me këtë nivel që ka, me këtë përgatitje për të futur tek pjesa e epokës digjitale dhe pjesa e digitalizimit deri tek paraja? Kush i kontrollon? Bankat e nivelit të dytë kush i kontrollon? Kush është? Supozohet që duhet jetë një autoritet mbikëqyrës si Bankës së Shqipërisë, si Banka M, apo jo? Ata Banka M, kush i lëviz afijet e Bankës M? Kush i kontrollon? Do më thonë, në pjesën se po dalim në një temë tjetër, pjesa e futjes së monedës digjitale duhet kuptojnë njerëzit që ata që do shkatrojnë do të jetë biznesi i vogël, jo i madh. Biznesi i vogël që operon pjesa dërmuese me para kesh, ata do riskohen. Megjithatë, duhet ta pranojmë që gjithë kjo formulë që po diskutojmë nuk është se ne nuk është se e ka shpikur shteti shqiptar. E kemi huazuar nga vende të ndryshme. Ne huazojmë së prapti, nuk është problemi se huazojmë. Ne edhe pjesë e bugjeve, unë thash, janë disa vendet e Amerikës Latine që po jepen me koncesionar, me koncesion, dhe janë Brazili, që është vend i Amerikës Latine dhe është pjesa e Britanisë që e kishin dhe e hoqën. Aty ishin skandale të mëdha, se si kanë vendet e Bashkimit Evropian, bugje me koncesion. Nuk i kanë ata. Çfarë funksionon me koncesion Bashkimin Evropian? Apo vetëm ato që
Nuk ka në shteti shikon në këtë, jo në këtë lloj, jo në këtë nivel. Jemi një vend kaq i vogël sa i dam gjithçka me koncesion. Kjo është e keqja, ne domethënë për sa territor kemi dhe sa popullsi kemi dhënë të gjitha me koncesion. Haj se po japi dhe populli me koncesion, e mbledhim mendjen, marrim një popull tjetër, se po i marrin dhe popull tjetër. Janë 26 qendra që do presin refugjat. Janë në pjesën e jugut të Shqipërisë. Po, Vlora, Përmeti, Korça, Gjirokastra. Janë 26 qendra që kryeministri mohoi dhe po na dalin tash 26 qendra, po ata që si pret greku po i presim ne. Kjo nuk është normale. Nuk u pyetëm ne. Ne si popull nuk u pyetëm çfarë po bëhet me këto 26 qendra. Ai spitali Përmeti, gjithë ato spitalet e jugut të vendit që funksionon vetëm spitali Gjirokastrës, do kthehen në qendra pritje emigrantësh, pse mo kaq keq që ngemi ne? Nuk që ngemi në gjendje ne si shtet të menaxhojmë spitale dhe po i kthejmë në qendra pritje emigrantësh? Nuk e kuptoj. Pastaj thon, marrim ne punëtor nga Bangladeshi, nga Filipinë, nga Sri Lanka, këtej sepse nuk pranojnë të punojnë me rroga të ulta dhe marrim se po i rregulli kryesor që duhet të japin privati dhe që duhet t'ja vendosi shteti është pasi ti të kesh rezauruar njoftimet e punës me punëtor vendas. Si funksionon në çdo shtet? Si në çdo shtet, të kesh rezauruar hapat me radhë për të punësuar të vendas si shqiptarët që ju takon të punojnë, pastaj mund kalosh ti me kërkesa dhe njoftime pune për të punësuar punëtor të huaj. E kuptoj. Gjë që nuk po e bëjnë. Pano, 2 kontrata koncesionare u mbyllin gjatë 2024 si ishte i pullave fiskale dhe i karburanteve, që të dy morën nga buxheti i shtetit më shumë se... Më fal? I markimit. I markimit. Që të dy kanë marrë nga buxheti i shtetit më shumë se 130 milion euro, por që sot nuk janë më, dhe duket sikur nuk po ndihet shumë mungesa e tyre. Jemi më mirë pa këto 2 koncesione apo me këto 2 koncesione? Pa këto 2 koncesione. Këto kanë qenë Edi Rama që do heq koncesionet, kjo ishin këto të dyja ishte skanimi, këto 3 ishin kryesore. Ishin pullat, markimi dhe skanimi. Dhe jo vetëm që si hoqi, skanimit i bëri dhe një kontrat, super kontrat, skanimit. Sa që në disa raste, në evidentuar, mbrap, pas miratimit të amendimit kontratës, ata skanonin, ata faturonin dhe skanimin e energjisë elektrike. Ke pasi skanimi çfarë është kur ti futesh kufi, skaneri që kalon aty dhe të shikon ty çka ke, çka s'ke, është dhënë me koncesion. Po. Pse po e dha Berisha, hajde, për bërë një lek. Tani, njerëzit i kuptojnë, makinat i kuptojnë, po të skanosh dhe energjinë elektrike, se llogarisin si import ata. Pra energjia elektrike që vjen import, ata llogarisin vlerë importi thoshte, është kaq, kështu që normalisht njësi importi janë këto, të gjitha 1, 2, 3, 4, 5, dhe për njësit e importit e llogarisë vlerën. Çaj binte që edhe energjinë elektrike kishte llogaritur në faturën e skanimit. Pra, këta jo vetëm që Rama, jo vetëm që nuk i zhbëri këto, po madje ja u dha, ja u hapi gojën dhe më tepër edhe ju ka dhënë dhe shtesa kontratas. Një pjesë të mirë të tyre. Po mirë, në gjithë këtë panoram, më fal. Dhe po them të që të gjitha këto kontrata, sikur sot të mbarojnë, të mbyllën që të gjitha. 0 ke për ta ndjerti. 0 po them. Asnjë lloj impakti s'ka. Asnjë lloj impakti s'ka. Të gjitha kontratat e koncesionit nuk do kenë asnjë lloj impakti. Po nuk ka. Dikush mund të jetë një gjë me impakt, koncesionit në hidrocentrale. Sepse ato vërtet nëse ka një gjë nga gjithë kjo politika koncesionare, kanë qenë ato koncesione të para që u dhanë vërtet në sens. Që kishte sens kur u dhanë. Pra, urdhëro zotëri, merr lejen, bëj investimin, di në prodhim, më sill energjinë. Të ta blej energjinë. Të vetmet, ato që kanë rregulluar bilancin e energjisë. Pra, mund të themi se këtë pyetje doja të bëja, duke qenë se jemi në fund, që nga të gjitha këto koncesione dhe këto kontrata koncesionare, një funksionon, ka funksionuar, mund të cilësojmë njërin që ka qenë e vlefshme? Ja ti marrim gjitha me radhë. Nafta. Tmer. Ne shikojmë skandali që miniera, kompaninë e bankers. Minierat, tmer minierat. Vende që kanë minierat, që shiko, Mati, Burrelli, gjithë këto vende që kanë... Menaxhimi është llahtar. Më të varfrat. Më të varfrat, popullsia. Janë të pasura në krom me minerale, Shqipëria është një perlë e pasur, nuk e ka si vende Ballkani si që Shqipëria. Jo vetëm ato, kalojmë, shërbime qeveritare, mereti, sterilizimi, si ku të fejve, po e blejmë neve nga 500 lekë që kushton të sterilizimi i pajisje, sot në vete gati 80 herë më tepër. Më kupton?
Paguajmë 100 euro, 200 euro, mesatarisht 200 euro për i servizus. Në kupton? Qa dushti, që kapi, gjitha këto me radhë, meri, ku ke ti një gjë që thua jam krenare për këtë gjënë se kjo më ka zhjith punën mua. Ky koncesioni më zhjith i halin mua. As një zero. Të thash, përveç atyre që kanë, vërtet kanë pasur impact në, dhe të jemi sinqert, Statkrafti është kryesori. Statkrafti është ajo që është bërmi, janë norvegjezët që kanë ndërtuar në Devol, ajo është kryesorja, po edhe disa endocentrale, disa investimet tjera që janë shumë serioze, të tjera pastaj kanë që vetëm me rrujt një lek. Vjen keq. Koncesioni si koncept lindin që në kohën e Zokut, që në 1922-shin, që në kohën e shoqërisë italiane AIPA në Kuçov, për shembull, që mori me koncesionar naftën. Por pati një lloj zhvillimi, pati jo se në Shqipëri për shembull s'ka ndryshuar pjesë e infrastrukturës e këtyre, po vetëm kaq. Shqipëri nuk po e lejojnë që të prodhoj. Shqipëria mbahet me importe dhe me ndonjë turizëm. Kaq është ekonomia shqiptare. Vetëm me kaq është e destinuar. Kur thoni nuk po e lejojnë, kush nuk po e lejon? Po, ata që lëvizin a fjet, kush nuk po e lejojnë. S'flasim do të hapur, derisa. E kuptoj, faleminderit zonja Jorgo që ishte në studio Pano, faleminderit që ishe këtu. Ne kemi mbritur në fund të MCN Ekonomi, bashkë do të shihemi në edicionin qendror në orën 19.